Mirë, erdhëm. Dhe mirësërish në studio, sepse tashmë do të kemi lidhjen Skype me Alesia Domit, një emigrante shqiptare në Itali, e cila është bërë virale me videon e saj në TikTok, ku ka surprizuar gjyshen në 70 vjetorin e saj. Alesia, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, të përshëndesim. Kënaqësi që je pjesë e Zgjo MMCN. Kënaqësi që më ftuat ju, është vërtet diçka që nuk prisja edhe ju falenderoj shumë. Jo, realisht faleminderit ty që pranove, sepse ka qenë një video, një surprizë që ju keni bërë gjyshes në 70 vjetorin e saj dhe sa bukur që jeni mbledhur ashtu gjithë si familje, por surpriza e vërtet ishte ti për gjyshen, sepse kishit një vit pa u takuar, apo jo? Ajo nuk të priste që ti vivje. Jo, në fakt ajo deri në fund shpresonte që unë të vija, por kur pa që erdhi Daja, mami, gjithë fëmijët, nuk më pa mua aty, tha, okej, nuk ka ardhur. Pastaj më bës pak, i rash zilës, unë ajo hapi derën edhe kur më pa, priste aty? vërtet u surprizua. Aty fare, unë mendoja se e kishte kuptuar sa do pa. Keni pasur komunikim, Alesia, pra ta kishte kërkuar të vinte për 70 vjetorin, e dinte që familjarët e tjerë do ishin në ditën e saj? Po, kishin organizuar një festë, Tezja që jeton aty me gjithë gocat, edhe Daja me mamin që jetojnë tu në Itali, do mbledhshin gjithë bashkë, se s'ka ndodhur ndonjë. Çfarë i theti? Cila ishte përgjigjja jote? I the kam punë, nuk vi dot? I thash që po, kisha punë, se në fakt po kërkoja punë atë kohë, edhe i thash nuk mundem se ndoshta mund të më thirrin për ndonjë punë, për ndonjë intervistë pune. Edhe ajo do më thënë, okej, tha s'ka gjë normale është bërë. U mërzit pak, po tha okej. U mërzit, normale, ajo nuk e tregon kur mërzitet, që mos ta mërziti edhe neve, po që normale që u mërzit. Ja ta shohim pak videon e plot se do doja ta shihnim gjithë atë emocionin e takimit mes jush. Sa e bukur dhe sa emocionuese, duket që gjyshja me zi e ka përballuar atë momentin, edhe zakonisht kur bëhen surprizat të tillë. Krisa! Filloi loti këtu në studio. Jo. Është realisht shumë emocionuese për gjithë ata që kanë. Unë kam shumë pak kohë që kam humbur gjyshen, edhe kam gjithmonë të pulez kur i shikoj këto video, prandaj It's okay. Është shumë emocionuese realisht, edhe gjithë jemi prekur. Krisa, nëse do të marrësh veten, do të shish pak Është thjesht një moment i vogël. Është thjesht një moment, edhe jo, të gjithë jemi shumë të ndjeshëm kur bëhet fjalë për gjyshet tona, edhe patjetër që takimi që ti patë dhe vlerësimin që i bëre ndaj gjyshes ka prekur zemrat e gjithëve atyre që e kanë parë në rrjetet sociale, edhe neve këtu patjetër. Edhe po shija edhe disa nga komentet në fakt, Alesia, që thoshin pse i bëni surprizat të tilla gjyshërve apo prindërve, sepse shoku emocional që marrin ato momente mund të jetë edhe mund të ketë pasoja negative. Të vriste pak ndërgjegja për këtë gjë, the pak si do reagoj, mosha është delikate, mos ndoshta nuk i përballon dot emocionet e forta. E kishe këtë merakull? Jo, të them të drejtën, jo. Nuk e kisha menduar fare, por kur e pash që reagoj ashtu, thash, okej, kjo do jetë era e fundit që do i bëj një surprizë të tillë, sepse vërtet u prek shumë edhe okej, ato janë disa komente që e kanë egzageruar, pa tjera që ideja është ajo që në atë mosh edhe like qoftë, nuk e di. E prisje që do bëhet virale? Si video pra edhe për qef? Për qef, të them të drejtën, nuk e prisja të bësh e kaq shumë, okej? Nuk e se pak po, se është diçka si sam që përgjyshet kështu emocionojmë kështu, po nuk e prisja që të bënte kaq shumë. Çfarë marrëdhënie keti, Alesia, me gjyshen? Është gjyshja nga ana e babit apo e mamit?
Nga në mamit. Nga në mamit. Kam një marrëdhënie shumë të mirë. Je rritur në prerin e saj? Keni pas të tillë marrëdhënie? Nuk jam rritur bashkë me normale sepse ne jetojmë në Itali, unë jam rritur këtu. Ajo jeton në Shqipëri, por që kemi një marrëdhënie shumë të mirë sepse kur ishte më e re, vinte shpesh në Itali edhe rinte goxha me muaj. Edhe unë rria gjithë ditën me të, ajo më gatuante drekën, mësoja aty bashkë me të. Gjypapa tjera. Ska si dora Një më rini shumë Gjyqja dhe bashkë. gjyqja. Kam përshtypjen që personat që janë prekur më së shumti, kam përshtypjen që janë ato individ pikërisht pra që se kanë. Nuk e kanë më gjyshe. Dhe i ka marrë malli. Edhe i mungon, po. E drejt. Dhe po shihni me dhe video që gjyshja ishte gjithkohës duke gatuar, por ajo që më bëri përshtypje më shumë Alesia ishte që çdo herë që ti e ke takuar, i ke bërë video. Se shoh që ishte me veshje ndryshme që ajo hap derën dhe të mirëpret edhe çdo përqafim që ti e ke të dokumentuar, e ke xhiruar apo jo? Është i traditë me sy? Është vërtet, jo pse e di që ajo sa herë hap derën për të më takuar, bën një reagim shumë të bukur, këtohet shumë, edhe duke ditur që ato pak ditë që rri aty me mungojnë, i bëj video që të shikoj kur të kem pasaj në Itali edhe i kam kujtim. Në momentin që erdhi dita që do largohesh sërish në Itali, çfarë të tha? Të tha hajde shpejt, kishte ndonjë merak? Po, si më thash edhe në fillim, ajo nuk është se shprehet shumë, e mban atë nga brenda, por që lotët e saj tregonin goxha. Kuptojnë çfarë. Po, cili është ushqimi i preferuar, Alesia, që të gatuan gjyshja? Duke qenë se ti ke ndar me ne edhe këto videot ku ajo gatuan. Çfarë të pëlqen nga dora e gjyshes? Që ajo e bën me shumë qejf sa herë vjen ti. Byreku? Po, byreku edhe një kek që bën, po, e bën shumë të mirë. Të bën çdo gjë, edhe veza e skuqur, unë e them sa herë, edhe veza e skuqur ka një shije komplet ndryshe kur e gaton ajo. Ku ka si gjyshet. Edhe janë gjatë gjithë kohës, edhe nëse ti je shumë e ngopur, i ke gjatë gjithë kohës. Haje, do të hash të gjithën, do më. Detyrohesh ta hash vetëm që të bësh shefin gjysheve. A ka filluar gjyshja të të pyes për marrëdhëniet e tua intime? A ka filluar të kërkoj gjyshja dhëndrin nga mbesa? Po, ajo dhëndrin e ka takuar, tani ka filluar me duke kërkuar mbesa, po. Si duket? E ka aprovuar apo jo? Me falë si? A e ka aprovuar gjyshja dhëndrin? Ka dhënë okej në saj? Pra është shumë përshëmbari. Shumë, do me thënë, vetëm pyet për te. Si është Niko, ku është Niko? Ka marrë vëmendje, do me thënë. Po, sigurisht se është... Po, le të themi, po. Nga që shikon që më bën të lumtur edhe normale edhe ajo. Po, më duket mua Alesia apo je ti e mbesa e preferuar? Me çfarë po kuptoj? Nuk e di nëse ke edhe kushërinë të tjerë. Po, me marrëdhënien që ke me gjyshen, më duket sikur ti je e preferuara pak. Pak më shumë se të tjerët. Nuk e di, po që na do të zgjes shumë, po. Po, patjetër. Se jemi shumë, vërtet shumë. Nuk e vënë në diskutim Dhe këtë. sa marrëdhënie realisht shumë marrëdhënie të bukur, edhe duke qenë se tani po na vjen festat, kemi vitin e ri në vijim. Do të mblidheni, çfarë planesh keni si familje, vini ju, se ne mezi presim që të vinë festat që emigrantët dhe njerëzit e zemrës i kemi në shtëpi për të bërë të gëzuar bashk. Do të vish sërish për festa? Po, nuk e kemi bërë plan për vitëri të them të drejtën, por nuk e di, se shpejti e kam me qepor. Po, kur më thuaj kur, po që se shpejti do shpejt ta vizitoj. Po, e sigur që gjyshja do jetë aty duke u pritur me krah hapur, edhe kështu me gjërat mira. Me gjërat mira, sigurisht se për vitri gjyshet na shtrojnë tavolinën me gjëra shumë të shijshme. Nuk ka si Tani, gjyshe. Alesia nuk na the si e ka emrin gjyshja që ta përshëndesim dhe ne nga ekrani. Shpresa. Gjyshe, Të përshëndesim edhe të përqafojmë shumë. Dhe ke një mbes shumë
të mirë, je me shumë fat që e ke, po edhe Alesja është me shumë fat që të ka ty. Sa më mbarë, shëndet, gjyshes edhe ty. Dhe u takofshi sa më shpejt jetë mundur, sepse nuk duhet mungojnë ato përqafimet mes jush. Alesja, faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi, faleminderit që na dhe emocione kaq të bukura nga ky rrëfim, edhe shumë përqafime për ty edhe për gjyshen dhe përshëndetje gjithë familjes tënde. Mirupafshim, të përqafojmë. Mirupafshim. Edhe unë. Shiko, kam filluar tani të mendoj që këto temat kaq të ndjeshme mos t'i marrim në emision. Si bëhet? Ose unë do ikje. Ju a thash që kur nisa emisioni, që në 7-2 minuta, kur bëm prezantimin, thash, do qam sot, do qajm. Po unë dhe ti pas kemi dalë të fort. E mirë, Ne të dy selshojmë loti. regjur. Unë e kam shumë të freskët si gjë, edhe prandaj sa herë shikoj video madje më kujtoj gjyshen time se i ngjante shumë, kështu që s'po flasë më, Understandable. Gjithsesi janë emocione të bukura, jemi njerëz dhe patjetër emocionet na bëjnë. Nuk kam qenë e tillë. Nuk e kam pasur këtë lloj debulese kaq të madhe. Do të thënë kur nuk i ke kupton sa rëndësi kanë pas në jetën tënde. Jo se se dinim, por po, mungesa. Mirë vajza se po pret mira tani. Mirë se mira me çaj dhe tyri. Me mishin e qingjit dhe me Po na pret mira negativet e saj, po. Mirë. Po, do të ndjekin recetën njerëzit vetëm pas reklamave. Sugjerimin e ditës nga Mira, bashkë do të qemi nesër në 7:00. Deri atëherë një ditë sa më të mbar. Ditë dhe javë sa më të bukur. Qemi nesër.